Zbulohet skema e re mashtrimit në WhatsApp. Mashtrimi nuk kufizohet vetëm në Hi Mam, ç'kemi mami, por mund të paraqiten si djem, vajza apo edhe si miq të afërt. Ekspertët e sigurisë kibernetike kanë lëshuar një paralajmërim për një skemë mashtrimi në rritje në WhatsAppin e njohur si mashtrimi Hi Mam. Sipas mediave të huaja, kjo skem ka mashtruar përdoruesit me mbi 490.000 pound vetëm në vitin 2025, duke përdorur tashmë edhe teknologjinë e emitimit të zërit me inteligjencë artificiale. Bëhet me dije se mashtrimi fillon me një "ç'kemi mami" apo "ç'kemi babi", ku personi pretendon se ka humbur telefonin dhe nuk ka akses në bank. Pasi fiton besimin e viktimës, mashtruesi kërkon para për qira apo për një telefon të ri. Tani, për të shtuar bindshmërinë, përdorin inteligjencën artificiale për të gjeneruar mesazhe zanore me zërin e fëmijës ose të një të afërmi. Eksperti i sigurisë Jake Moore shpjegon se këta mashtrues përdorin zëra të marrë nga rrjetet sociale për të krijuar imitues të përsosur. Edhe nëna ime nuk e kuptoi që ishte zëri im i gjeneruar nga ai, thot ai. Mediat e huaja shkruajnë se mashtrimi nuk kufizohet vetëm në Hi Mami, por mund të paraqiten si djem, vajza apo edhe si miq të afërt, duke përdorur informacione të mbledhura në rrjetet sociale për të krijuar histori të besueshme. Prandaj duhet të bëni kujdes.